për të bërë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit me kënaqësi. Fillimisht dua të shpreh ngushëllime ty dhe gjithë komunitetit sportiv në Shqipëri për vdekjen e ish kolegut tuaj Sajmir Demit, një koleg i cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në gazetarinë sportive në Shqipëri, kështu që pranoni ngushëllimet e sinqerta nga studio e emisionit tonë. Falenderojmë dhe unë përfitoj nga rasti të shpreh ngushëllimet familjarëve, se për mua nuk ka qenë thjesht një koleg, por një mik, sepse kam punuar me të rreth 6-7 vite. Me të vërtet një ikje që lë shumë boshllok, mirë po shpresojmë që shpirti i tij të prehet në paqe dhe raste të tilla të mos ndodhin në këtë moshë, sepse edhe sa i përket moshës, duket që Sajmiri nuk ka qenë fort i moshuar. Jo, moshë mjaft e re, 57 vjeç, dhe në fakt Sajmiri këto kohët e fundit u mënjanua pak nga media sportive, punonte në radion televizionin shqiptar, sepse po merrte kurime dhe ishte shtruar në spital dhe u mendua njerëz se do bëj më mirë dhe madje e la spitalin për 1 ose 2 ditë, por më pas ju rikthye sërish sëmundja dhe atë ishte një luftë që e humbi. Okej. Po kalojmë, flasim për temën kryesore, për kombëtarën shqiptare Anton. Shumë kritika për paraqitjen e Shqipërisë në ndeshjen ndaj Anglisë. Fillimisht flasim për këtë, pastaj do të marr një përshtypje edhe për ndeshjen e sotme ndërmjet Islandës dhe Kosovës. Unë mendoj që kritikat janë deri diku të drejta. Nisem nga fakti që në drejtimin e Silvinios, ne vetëm një ndeshje me kundër një kundërshtar të madh klas, le të themi kundër Kroacisë, e kemi bërë në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, një kombëtare që guxon, një kombëtare që luan futboll pa u trembur, një kombëtare që nuk sillet si një Luksemburg, si një San Marino, si një Andorë, pra 11 vet mbrapa. Unë nuk mendoj që është normale për lojtarë që luajnë në liga kryesore të Europës dhe që kanë të bëjnë edhe me kundërshtar vështirë si Juventus, si Milan, flas për Aslanin te Inter ose Atalanta ose në Champions League, apo balliu në La Liga kundër Real Madrid, Barcelona, apo shumë të tjerë që kanë luajtur dhe në Champions, mos bëjnë dot 2-3 pasa për të dalë nga zona, dhe kjo mendoj që është gjëja më e hidhur, jo rezultati, sepse mund të humbësh kundër Anglisë, kushdo mund të humbi kundër Anglisë. Ne kemi parë Kosovën, ti e mban mend shumë mirë. Shkoi Kosova në Londër dhe ka bërë një ndeshje mjaft kualitative. Kosova që sulmon dhe shënoi 3 gola, e vërtet postoi 5 gola, ku ishte një Kosovë që nuk hoqi kurrë dorë. Pra luajti si e barabartë me Anglinë pa asnjë lloj frike. Nuk e kuptoj nga buron kjo frika e trajnerit Silvinio, sepse realisht çdo tifoz shqiptar është me mendimin tim dhe e ka quajtur një ndeshje mjaft të mërzitshme, ku Anglia e luante topin dhe jo me aq shpejtësi, thjesht pasonte. Dhe normalisht që kur ti rri 11 vet mbrapa gjatë gjithë ndeshjes do psosh 1 ose 2 gola, sepse ajo është Anglia, cilëtetin e ka. Anton, a është pikërisht pse është Anglia, është dashur të luhet asisoj? A qëndron ky fakt? E di pse do isha dakord me ty nëse do ndodhte vetëm me Anglinë. Më kupton? Kjo ka ndodhur me Italinë, kjo ka ndodhur me Spanjën, kjo ka ndodhur me Anglinë, kjo ka ndodhur dhe minutat e para kundër Ukrainës, kjo ka ndodhur dhe minutat e para kundër Çekisë. Më kupto drejt. Kjo është një ngjarje që vjen fill nga shumë ndeshje. Ne nuk jemi të hidhëruar për faktin që e bëm me Anglinë dhe kuptohet që me Anglinë do luash në mbrojtje. E kam shumë qartë, po unë jam i sigurt që një kombëtare tjetër me ata Angli që pa shumë do ta rrezikonte portën e Anglisë 4 ose 5 herë. Nuk pash ndonjë cilësi të jashtëzakonshme në lojë, jo në kualitetin general të Anglisë. Këtu pajtohem me ty, kjo qëndron, këtu pajtohem me ty. Mirë po, Silvinio ishte përgatitur që të mbrojë dhe po me inkuadrimin e mbrojtjes që dha disa impakte në sulm, në 2-3 raste kur ai tentoi ta dilte përpara me topin dhe të vinte bashkëtarët e tij në rast mirë shënimi. Mirë po, me të vërtet, kombëtare angleze, një kombëtare fort në letër ndaj kombëtarëve shqiptare. Edhe pse unë pajtohem me ty që nuk duhet të ndjehemi inferioritet ndaj kombëtarëve që janë Anglia. Kosova i ka dhënë 3 gola Anglisë, i ka besu 5, po i ka dhënë 3 para disa vitesh. Unë po t'jap një rast tjetër, ishte jo më larg se sa dje, Gibraltari, gjithë e tim Gibraltarin që ka pak vite që është themeluar si kombëtare, shkon në Podgoricë dhe shënon gol e para. Pra,
këto janë shenja që kombëtarët që duan të rriten, duhet provojnë dhe diçka ndryshe. Është e vërtetë që thua ti që Broja bëri diçka të mirë dhe Shkëndija, por Broja i bëri sepse ka cilësi Broja, jo nga skema. Nuk ishte një skema jo, ishin veprime individuale të një futbollisti, më kupton? Nëse po të marr teorikisht, po bëj një krahasim me Zhegrovën dhe Kosova. Zhegrova është mungesë e madhe, patjetër, por nëse shpik Zhegrova diçka, është Zhegrova, nuk janë skemat e trajnerit Foda, më kupton? Ekipi duhet të ketë disa skema kur del përpara, me daljen, si do ta bësh daljen, si do sulmosh etj. Ne jemi një kombëtar për fatin e keq që bëjmë këtë lloj loje, u shohim një kundërshtar që është shumë më i fortë se sa ne dhe nuk japim mundësi fare sulmuesit tonë që të bëjnë lojën që ai dëshiron të bëjë. Sepse këto lojtarë nuk janë të qip, i kemi parë në ligat e tjera, nuk janë këto lojtarë që mos din ta mbajnë topin. Më fal, po t'jap këtë statistikën, besoj e ke parë. Në 95 minuta loje kemi mbajtur topin vetëm 18 minuta dhe asnjë goditje në kuadrat. Të duket normale? Po nuk duket normale për një kombëtar që ka shkuar 2 herë në kampionatin evropian. Po pse po ndodh kjo? Është Shqipëria në një rënje në formë dhe e kemi diskutuar edhe mbrëmës bashkë me Enrikën, kolegun tjetër gazon nga Shqipëria. Ai në fakt nuk e di sa pajtohesh në këtë aspekt, mirë po thuhet që te Shqipëria mungon konkurenca. E sidomos në raportin e mesfushës, disa prej futbollistëve thuhet që kanë të siguruar vendin në formacionin bazë. A mendon edhe ti kështu? Pajtohem me kolegun, jo 100%, por pajtohem në pjesën më të madhe të asaj që ka thënë, dhe kjo është një gjë që duhet të dalim nga këto shqiptarizma. Ndoshta këto i ka dhe Kosova, sepse ju jetoni atje me futbollin dhe e dini mjaft mirë. Dhe unë nuk dua të bëj kritikusin, por ka dhe disa lojtarë të Kosova që e kanë vendin e sigurt dhe nuk po japin atë që duhet japin, ëh. E vërtetë është, po. Kjo është një thëmundje që e kemi ne si popull, më kupton? Që duhet të mbajmë me të mirë grupin, disa lojtarë, sepse ato janë lojtarë që kanë shumë zë në dhomat e zhveshjes, etj. Por tifozi që paguan biletën, që ndjek ekipin, që lë punën, që lë familjen, nuk do t'ja di tifozit se një lojtar ka mik trajner, një ka raport mirë me këtë, një me atë. Më fal, ti more lojtar te kombëtarë shqiptare futbollit dhe i lë në stol, disa i lë dhe në tribun, nuk e di do t'i shohim me Andorrën ose jo, kam një konferencë tani që ka Silvinio në orën 5 në qerek dhe do ta pyes dhe për këtë gjë. Tani nëse ti i demoralizon lojtarët dhe i tregon që dëgjoj, këtu luajnë vetëm këto që janë emrat. Dhe po të shikosh në 2 vjeçarin e Silvinios, do gjesh që 13 deri në 14 emra janë në 95% të formacioneve që ka bërë. Ata emra nuk janë që fort ndryshohen. Rasti Etnik Brutit, po du me diskutu pak me ty. Reagimet e shumta në komunitetin sportiv në Kosovë, ajo zhurma e madhe që u kriju për ardhen e tij tek Shqipëria? Unë mendoj që është zgjedhje e lojtarit, nuk dua t'i futem fare nëse ka prapaskena menaxheriale, transferimesh etj. Të them të drejtën, nuk kam prova konkrete dhe e kam të vështirë të flas kur nuk kam prova konkrete. Ama kur i kam provat unë i them, nuk e kam ndrojtje këtë gjë. Është e vërtetë kjo gjë, po, e kemi pa në raportimet tuaja të Telesporti dhe këtë pa modesti e them që në fakt unë shpesh i ndjek ato dhe shoh që je një ndër gazetarët më të mirë në Shqipëri. Pa modesti e them këtë, edhe pse të kam lidhje direkte, mirë po e kam thënë edhe disa herë tjera. Të falenderoj për vlerësimin. Rasti Brutit nuk duhet marrë dhe kjo që u mor në Wembley sepse ju bë pasaporta shqiptare etj. Dhe normalisht që Bruti do debutoj kundër Andorrës. Paktën i këtij mendimi jam unë, 99% do debutoj. Ky tash po ndërpres tu, ky debutimi a është një lloj vetëm si lloj djegje për futbollistin që të mos ketë rastin të kthehet te Kosova? A mund të cilësohet në këtë aspekt? Kjo është një pikpyetje e madhe, sepse nëse flasim për Brutin, që unë Brutin realisht nuk e kam parë, nuk gënjej kot, domethënë, nuk e kam parë. Unë nuk besoj se Silvini e ka parë, te Malisheva, nuk besoj se Silvini e ka parë. Është e vërtet, sepse po t'jetë ashtu Silvinio do kishte parë disa lojtarë që janë në kampionatin shqiptar, nuk do shkojnë deri te Kosova, mendoj unë, teorikisht. Po, e kuptueshme është kjo. Por Bruti, nëse do merret thjesht si Bruti të debutojë sepse duhet luaj me Shqipërinë për gjëra të tjera, atëherë ne nuk do ta shohim më me kombëtaren. Tu t'jap të drejtë. Ne nuk do ta shohim më me kombëtaren.
nëse bruti fillon gjen hapësira e tjerë, atëherë ne do të shikojmë me kombëtaren. Por në rastin tim, tani nëse kjo vjen vetëm për t'ia marrë Kosovës, do të bëhet debutimi për këtë arsye, sepse nuk mund ta mendoj dot unë që të merret Bruti dhe mos merret Anis Mehmeti, më kupton? Si logjik. Totalisht. Sepse Anis Mehmeti, lojtari më në formë i kombëtares shqiptare, dhe debutoi me kombëtaren shqiptare pikërisht për të djegur dhe për të qenë pjesë e Shqipërisë në momentin më të vështirë të karrierës tij, që kishte pasur dëtime, formë jo të mirë. Dhe ti e lë tani në shtëpi që ka formën më të mirë, nuk më shkojnë këto gjëra, më kupton? Po. Kështu në fakt kritikat më të mëdha nga gazetarët dhe nga komuniteti kanë qenë pikërisht Anis Mehmeti, mos ftesa e tij dhe ftesa e disa futbollistëve që sipas disa nuk e kanë merituar. Pyetja e fundit sa përket ndeshjes, në fakt para se dalim të ndeshja Island-Kosovë, e pash një raportim të Telesportit se sot do të ketë një takim ndërmjet presidentit Armando Duka, kapitenit Berat Xhimshiti dhe përfaqësuesve të tifozëve QQZ. Çfarë realisht pritet ndodh? A keni ndonjë informacion se e dim që për shkak të biletave, mirë, po cilat janë pritshmëritë e këtij takimi? Atëre, unë nuk kam shumë optimizëm te ky takim, që do jetë një takim, le të themi, me dyert mbyllura. Ndoshta do jetë thjesht Xhimshiti dhe presidenti Duka, sepse Xhimshiti ka bërë një premtim mas ndeshjes në Wembley, shkoi poshtë tifozërisë dhe pati një diskutim, besoj pat dhe video dhe momente. Dhe normalisht që Xhimshiti po bën në thonjë negociatorin për të pajtuar këto gjakra për biletat. Tifozët QQZ do jenë në Tiranë patjetër. Ndoshta nuk do jenë në sektorin e tyre normal, po mund të jenë pak më larg, po aty do jenë, kjo është e sigurt. E si thon ti veprimin e FSHF-s? Si duket ky veprim i FSHF-s? Nuk më duket i drejtë. Okej. Nuk më duket i drejtë. A mendon që ky vendim vije më njëherë pas atyre reagimeve që tifozët kanë kundrejt vendimit të FSHF-s për të bashkëpunuar me shtetin serb për organizimin e kampionatit evropian? A lidhet gjithçka me ato reagimet? Nga brenda FSHF-s më buron që një ndër temat kryesore janë gjobat që kombëtarja shqiptare e futbollit ka marrë këto 2 vitet e fundit, që kalojnë 130-140.000 euro. Nuk kupton? Ajo që buron nga federata, po ta jap këtë një burim nga federata. Gjëja e dytë është që këto duan ta kthejnë kombëtaren në një tip Anglie që nuk ka ultras, më kupton? Ideja që të shkojë çdo tifoz në stadium. Por mos harroni gjë. Në Wembley, kush ishte në Wembley, e ka dalluar këtë gjë. Tifozeria angleze në Wembley po kthehet në një tifozeri që është me mece. Një tifozeri që nuk vërtet më si me qenë teatër. Po, një tifozeri që nuk bën më tifo, një tifozeri që ngrihet në këmbë vetëm kur shënohet një gol, një tifozeri që edhe në momentin e vështirë të Anglisë nuk reagon fare. Nëse Federata Shqiptare e Futbollit do që dhe tifozeria jonë të bëhet kështu, sepse kjo është ideja, nëse shkojnë njerëz që nuk janë të instruar për të qenë ultras, për të qenë tifogrup, për të qenë të gjithë një dhe, atë shkohet te ky drejtim. Të shkohet te drejtimi që unë e kam parë me sytë e mi, që e mal stafën, të njerëzit në minutën e 70 limin storin dhe largoheshin për të pirë kafe dhe nuk e dishtin ndeshjen deri në fund. Dhe ishin vetëm tifozët QQZ. Po, edhe në fakt edhe në Wembley ata më të zëmshit ishin tifozët QQZ. Edhe në transmetim të ndeshjes, gjatë gjithë kohës më shumë u dëgjuan tifozët QQZ se sa tifozët Vendas. Pikërisht kjo është ajo arsyeja se ti e ceke. Për fund, Anton, a e mboshtim sot Islandën dhe a kualifikohemi në Ligën B, sipas teje? Unë dëgjova diçka shumë të bukur, nuk e di tani a bini dakord me këtë ose jo. Disa thonin që nuk duhet kalojmë Ligën B se do ta kemi më të vështirë për kualifikuesit. Nuk e di tani, kjo teoria unë nuk mund të bëj dot kundër tifo Kosovës. Domethënë, nuk e di se si njerëzit mund ta mendojnë këtë gjë. Unë e kam qartë që ecet me llogarin futboll, po si mund të bësh kundër Kosovës, a kupton? Si mundesh? Kundërshtarët në fakt do të jenë më të fortë. Mirë, po është më privilegj si është në Ligën B se në Ligën C. Pastaj edhe në shortin për kualifikimet e kampionatit evropian, do të jemi një vazë më mirë. Dhe këtu janë patjetër, do kesh kundërshtar më të dobët poshtë, që ti edhe mund t'i kalosh. Pastaj unë një gjë kam. Kosova është një përfaqësuese, një skuadër e re. Kosova ka nevojë të mbahet gjithmonë me skuadra të forta, sepse rritja e cilësisë, rritja e grupit, rritja e eksperiencës vjen pikërisht për këtë arsye.
Mos harrojmë që edhe Shqipëria e kaloi këtë proces. Pra, Shqipëria me ekipet e mëdha shpesh ishte ajo 4 gola, 5 gola, 6 gola, ndryshojnë gjërat. Këtë do ta bëjë dhe Kosova, dhe Kosova i ka dhënë shenjat që e ka këtë, se shiko, Kosova po rrit futbollista. Kampionati kosovar po rrit futbollista cilësor që po jepet mundësia, po rrit futbollista që unë një ndër ato e kam thënë gjithmonë, që kur e kam parë ndeshjen e parë më ka rënë sy, madje kam pas një diskutim me Silvinion për këtë gjë, kemi qenë në një tavolinë përbashkët dhe kemi diskutuar për ishte momenti i lojtarëve që merren nga Kosova te Shqipëria, më kupton? Dhe i thoja që nëse ne sot ndeshemi me Kosovën, ju mund ta mendoni si ndeshje të lehtë, nuk është fare lehtë dhe nuk kam çudi që Kosova të fitoj, sepse nëse marr disa repare dhe disa lojtarë caktuar, Kosova i ka dhe më të mirë dhe në formë. Pra, duhet dhënë respekti dhe vlerësimi Kosovës për atë që është e vërtetë që disa lojtarë të Kosova nuk janë formën e tyre maksimale. Pa diskutim. Por ka bien tjerë që aty futen dhe po japin kontributin e tyre. Ai Mesushori Reç Becaj realisht nuk e kisha parë me vëmendje. Ka goxha kualitet. Belova si mbrojtës që është një mbrojtës që është, unë e quaj mbrojtës regjizor, është një mbrojtës që nxjerr ekipin përpara, janë tralla do mbrojtës, është një tip Kalafiori, nuk e di nëse e keni parë Kalafiori. Pra, janë këto element që nesër Kosova me këto element do ketë patjetër dhe më shumë cilësi. Kjo nuk diskutohet. Do shtoj diçka të fundit. Dhe Shqipëria, Federata Shqiptare e Futbollit dhe Federata Kosovare e Futbollit, kjo në thojnë za luftë që kanë, nuk i bën mirë fare, sepse po na marrin shtetet e tjera lojtarët. Ndoqja vetëm kronikisht Zvicrën dhe Austrinë U21 është e dhimbshme që dy kapitenët e këtyre kombëtarëve janë të dy shqiptarë. Krevet e dy federatave tona luftojnë me zvete, nuk bëhen bashkë me luftu kundër shteteve tjera. Pikërisht mos më ndodh kjo që me na u largu. Pyetja e fundit, a nuk prodhon Shqipëria futbollist sa prodhon Kosova, apo vëmendja e drejtuesve të VSHF-s është vetëm te Kosova? Më është krijuar ideja se në kombëtare shqiptare të futbollit nga kampionati shqiptar ti shkon vetëm nëse transferohesh jashtë shtetit. Po. Anton, kush kupton? Po, e vërtet është kjo. Anton, faleminderit shumë, është vetëm vërtet kënaqësi me bashkë se du për këtë tema me ty. Shpresoj që hera të tjera pse jo, tu mësë kemi do njerë në studio, na lajmëroni në momentin e parë që... Kur kem kohë dhe të lirohem, do kalojnë Kosovë, ka shumë kolegë që më kanë ftuar, që më kanë respektuar, i falenderoj jashtë mase të gjithë për respektin dhe e vlerësoj jashtë mase këtë gjë. Unë një gjë kam, një thirrje kam, ju lutem, to përçaret i shoh shpesh, domethënë nga personazhe që unë patjetër i respektoj, por unë nuk mendoj që ato mund të kenë parë 10 ndeshje në jetën e tyre, domethënë. Jem pak më të kujdesshëm kur krijojnë polemika kot boshe për çfarë lloj gjëje. Kosova, Shqipëria janë një komb, janë kombi shqiptar që është një komb i cili është përçar thjesht territorial, por jo me zemër. Kjo është mesazhi që kam. Faleminderit shumë Anton, me këtë mesazh po e mbyllim me këtë lidhje direkte. Faleminderit shumë për këtë minutë sa i kaluam së bashku. Ishte ky të nderuar shikues Anton Cicani, kolega Zëton